Dita kombëtare e aktivizmit e zhvilluar në Shirok ka vijuar pas ditën e djeshme me disa panele diskutimi mbi sfidat e menaxhimit të zonave natyrore dhe zhvillimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme në zonën ndërkufitare Shqipëri-Mali Zi. Ndryshimet klimatike, urbanizimi, fragmentimi i habitateve, ndotja dhe shfrytëzimi i pakontrolluar i burimeve natyrore nuk janë më kërcënime të së ardhmes, janë realiteti i së tashmes. Sipas organizatorëve, aktivizmi qytetar luan një rol të rëndësishëm në krijimin e një presioni pozitiv ndaj institucioneve për nxitur politika më të përgjegjshme dhe një menaxhim më të kujdesshëm të burimeve natyrore. Sigurisht që shoqëria civile ka rolin e saj të padiskutueshëm, por ajo çfarë ne duam është që ato nevoja apo problematika që bindin në nivel lokal të mund të japim zë dhe të mund t'i adresojmë jo vetëm në nivel vendor pranë bashkive të vogla ku këto komunitete jetojnë, po për të përcjellë ato në nivel rajonal apo edhe kombëtar. Arsyeja se ne po realizojmë këtë event në qytetin e Shkodrës lidhet edhe me shpalljen e liçenit të Shkodrës, habitatit të tij si rezerve biosferës dhe marrjen fitimin e statusit UNESCO. Patjetër që kjo është një gjë shumë pozitive për qytetin e Shkodrës, rrit potencialin edhe të liçenit, edhe të habitateve natyrore, të resurseve të liçenit, por nga ana tjetër edhe ka një sfidë më të madhe për menaxhimin e këtij habitati që është kaq i rëndësishëm. Për të parë ditë kombëtare e aktivizmit u zhvillua në Shkodër, pas 8 viteve që ky aktivitet organizohet në Tiranë, rreth 40 organizata të shoqërisë civile, kryesisht mjedisore, u bën bashkë në këtë ditë për të vënë theksin në mbrojtjen e biodiversitetit dhe habitateve në liçenin e Shkodrës.